Shikues të televizionit Skan, jemi në Reaction Room ku sot të flasim me rastin e 1 majit patjetër për pagat dhe pensionet dhe për punonjësit. Do të ndalemi pak për të njohur pak se çfarë ofrojnë partitë politike për sa i përket pagave, duke bërë një bazë krahasimore si ku ndryshojnë ato. Partia Socialiste ka marrë angazhimin për të vendosur një pagë minimale 500 euro në vitin 2026 para për të marrë fuqi ligjore, ndërsa deri në vitin 2030 do të arrijë 600 euro. Ndërkohë Partia Demokratike ka pagë minimale 500 euro që në vitin e parë pra një reagim shumë shpejt. Lëvizja Bashk propozon një pagë minimale 60.000 lekë, ndërsa PSD-ja 600 euro, një vendim që do ta marrë menjëherë dhe Partia Socialdemokrate në programin e saj paktën kështu ka shpalosur. Për kaluar më pas tek kostoja totale, se sa do të ishte vendimi, sa do t'i kushtonte arkës së shtetit një vendim i tillë, nëse do të merri po themi vendimi i Partisë Socialiste për të rritjen e pagës minimale është 421 milion euro po asaj Partisë Demokratike, sepse janë të dyja në një nivel. Lëvizja Bashk dhe PSD-ja kanë fatura që arrin 842 milion euro, pra për shkak se kanë një rritje më të lartë të pagës minimale, që kanë nënkupton më shumë peshë për arkën e shtetit për sa i përket pagës minimale. Ndërkohë, për të kaluar tek efektit tek të ardhurat buxhetore nga kontributet, mos harrojmë që rritja pagës minimale nënkupton dhe një pagesë kontributesh nga ana e bizneseve apo të gjithë që përfshihen nga ky vendim për arkën e shtetit. Dhe në fakt kosto do të ishte për kontribute 117.5 milion euro si tek PD-ja ashtu dhe tek PS-ja, për shkak pra sigurisht se thash edhe më parë, niveli i pagës minimale është i barabartë tek të dy subjektet politike, ndërsa për lëvizjen Bashk dhe PSD-n është 235 milion euro, pra të ardhurat që do të kishte pra si efekt nga kontributet në arkën e shtetit. Ndërkohë, për sa i përket përqindjes të rikuperimit në buxhet, mos harrojmë rritja pagës minimale, por te kostos krijon dhe një nxitje konsumit, që kanë nënkupton që një pjesë e tyre kthehen përmes taksave apo përmes të ardhurave të tjera në arkën e shtetit. Dhe gjitha partitë llogarisin afërsisht 28% rikuperim të kostos totale përmes kontributeve të rritura. Pra kjo është ajo çfarë një farë mënyre të gjitha paratë që dalin nga arka e shtetit ka një farë forme për të rikthyer në masë 28% për sa i përket pra kontributeve të rritura. Kjo është pika tjetër. Për sa i përket afatit zbatimit, Partia Socialiste ndryshon nga Partia Demokratike sepse PS-ja parashikon që rritja pagës minimale pra që të shkojë në 600 euro të jetë graduale, ndërsa Partia Demokratike menjëherë, Partia Socialdemokrate menjëherë dhe Lëvizja Bashk menjëherë. Të katër subjekte nëse do të shohim që kanë marrë angazhime për rritjen e pagës minimale, kanë një vendim për 500 euro apo 600 euro menjëherë me përjashtim të Partisë Socialiste, e cila parashikon që deri në vitin 2030 ky nivel të arrijë në nivelin 600 euro, pra sikurse e pam. Ndërkohë rritja krahasuar me nivelin aktual, çfarë do ndodhte nëse do të miratojë vendimi i subjekteve politike. Për sa i përket Partisë Socialiste, pra nëse paga minimale do të rritej në 600 euro deri në vitin 2030, rritja do të ishte me 60%, e PD-s është me 50%, e Lëvizjes Bashk 50% dhe PSD-ja me 66%. Pra kjo është për sa i përket rritjes krahasuar me nivelin aktual. Këto kanë qenë po themi angazhimet e partive politike për pagën për sa i përket rritjes pagës minimale kryesisht. Mos harrojmë faktin që kemi angazhime për rritje të pagës mesatare, kemi angazhime të tjera për kushtet pune apo për ulje taksash, të cilat i kemi diskutuar më parë, por tani do ju ftoj të bëjmë një shkëputje të vogël me kolegen time Alida Lula, e cila ka përgatitur një material për sa i përket aktiviteteve të ditës së sotme për të rikthyer për të diskutuar pikërisht për këtë temë më pas me dy ekspertë të njohura të ekonomisë. Numri i migrantëve që tashmë kanë votuar ka shkuar në 109.000 dhe zarfet e tyre janë në KQZ. Greqia vijon të ketë probleme pavarësisht aktivizimit të këtij institucioni dhe ambasadës shqiptare në Athinë. KQZ ju kërkon shqiptarëve në mbar botën të hyjnë online në faqen e saj dhe të raportojnë problemet për t'i zgjidhur në ditët që kanë mbetur në dispozicion. Ambasada jo në Greqi po publikon për ditë në rrjetet sociale adresa të zyrave postare që do të jenë të hapura për te orarit zyrtar dhe në ditët pushim për këtë qëllim. Sipas të dhënave, numrin më të lartë të kthimeve të zarfeve e mban Italia me 46.203, ndjekur më pas nga Gjermania me 15.158 dhe Greqia me 12.040 zarfa. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërritur 9.757 zarfe me vota, nga Mbretëria e Bashkuar 7.807, Franca 2.721 e të tjerë. Ndërkohë, sa i përket qarqeve, numrin më të lartë të votave të mbërritura në KQZ e mban Tirana me 24.191 vota, Durrësi me 14.151 vota, Fieri me 11.500, Elbasani 9.982 e të tjerë.
Kemë mbërritur në hapësirën e diskutimit. Me mua në studia janë dy ekspertë ekonomie, zonja Elizabeta Katiaj, ekspert ekonomie, por gjithashtu në kryetare e Dhomës Diasporës, ekspert e kontabël. Faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit ju. Dhe zonja Romina Radonqiqi, ekspert ekonomie, një mike e televizionit Skan, pedagoge. Faleminderit për praninë tuaj. Sot është 1 maj dhe në fakt nuk më dalëm diskutimin pa nisur tek pagat. Të gjitha partitë politike në programet e tyre ekonomike kanë rritjen e pagës minimale që diferencon vetëm niveli i rritjes së pagës. Në fakt do jemi sigurt që pas zgjedhjeve do kemi rritje të pagës. Cili mund të ishte efekti, po themi, i këtij vendimi dhe sa nevojshme është në këtë kontekst ekonomik që kemi një rritje të pagës minimale? Po të kishim një informacion që pse dhe si bëhet ky propozim, do ishim më të qartë. Por në Shqipëri jemi të mësuar pak nga të gjitha rrymat, si thuash, partijake, që bëhen vendimarrje në lidhje me trendet globale. Por që në fakt ka ardhur momenti që duhet një paket e zgjuar që lidhet me rimodelimin e zhvillimit ekonomik për pagat. Nuk jemi në mënyrë absolute, pavarësisht se jemi dhe si biznes në lidhje me këtë të prekshëm, si thuash, në rritjen e kostove nga rritja e pagës minimale, por në një farë mënyrë një pagë mesatare, një pagë minimale 500-600 euro, i përket një pagë neto tek 440 euroshi dhe kjo akoma nuk është e mjaftueshme. Është një pagë reale, por e cila prapë nuk është e mjaftueshme. Por kërkon edhe mbështetje, subvencionimi, kërkon edhe mbështetje me indikatorë të tjerë suportues që të mos i peshoj barë vetëm sektorit privat, vetëm biznesit, rritja e pagës minimale. Në fakt vetëm Partia Socialiste kam parë që ka një plan për të asistuar biznesin që rrisit pagën minimale që të mos kthehet në një barë për ta. Një pjesë e madhe subjektive politike, po t'i shohim, kanë vetëm vendimin, por nuk e kanë rrugën se si do arrini kjo. Po, nuk është, domethënë dhe propozimet janë pak të pa studiuara, si të themi, dhe për analizë kosto dhe përfitime, por Partia Socialiste e ka ndjekur, është në vijshmëri të rritjes së vazhdueshme, po është patjetër ka dhe databazën më të plot, por në pjesën e rritjes së pagës minimale, patjetër që duhet të përshtatet edhe me minimumin jetik, duhet të përshtatet edhe me një epokë të re, të themi, të përshtatjes me inflacionin, të paktën me inflacionin e çmimeve për produktet bazë, dhe patjetër që kjo peshë nuk duhet të jetë vetëm në sektorin privat në momentin që, por duhet shoqëruar me paketa suportuese, me paketa zhvillimore, me paketa të për disa kategori biznesesh që mbase nuk e përballojnë që i kanë punësimit masiv, sepse në një farë mënyre ne po flasim për robotizim, për teknologji dhe për gjitha këto, por duke patur një strukturë biznesi në Shqipëri që rreth 90% janë SME, janë ndërmarrje të vogla dhe të mesme, nuk po flasim për industri të cilat e përballojnë edhe revolucionin e teknologjisë edhe revolucionin e robotizimit dhe por flasim për një vend i cili prandaj themi që nuk do ndjekim shumë trendet globale, por do ndjekim shtëpinë tonë, numrat dhe shifrat dhe faktin që ne kemi në vend dhe në këtë situatë pa paketa suportuese, pa paketa subvencionuese të përballimit të kësaj barre, do të jetë e vështirë të rrisësh pagën e minimale në sektorin për sektorin privat flasim, sepse trendi i administratës publike patjetër që është një trend i mirë dhe është në rritje paga dhe mund të aplikohet akoma më shumë në rritje dhe mund të jetë mbi 600 euro patjetër, por duke u shoqëruar edhe me matjen dhe me monitorimin e performancës për shërbim në mënyrën se si performohet ndaj shërbimeve që administrata publike ofron individit edhe sektorit privat. Dhe kjo patjetër që do të shoqërohet me rritjet performancës, sepse rritja e pagës, kënaqja e individit dhe e familjes e kështu me radhë sjell edhe kontributin në mënyrë të drejtë për drejtë në performancë më të mirë në punë e kështu me radhë. Por që patjetër kërkohet një ndërthurje të gjitha indikatorëve, të gjitha një paket e mirëfillt e një strukture dinjitoze të mirëqënies jetike, sepse tratativa janë bërë vazhdimisht, në rritjet vazhdueshme jemi,
në rritje të vazhdueshme jemi, sepse kemi qenë 24.000 lek dhe jemi sot në 40.000 lek pagë minimale, por që ka zona përtej qëndrave dhe kryeqëndrave të Shqipërisë që realisht marrin një pagë të ullët, ku pagat janë realisht të ullëta, i përkasin... Nuk janë vetëm nën deklarime, po themi po janë realisht pagë. Nuk janë vetëm nën deklarime, por janë realisht edhe pagat faktike në vend. Kështu që rritja e pagës nënkuptohet edhe me mbështetje të sektorëve të ndryshëm, sidomos sektorëve të punësimit masiv dhe sidomos të sektorëve që kanë punësim jo të nivelit të arsimuar dhe por të fuqisë punëtore. Po. Me qemi një marë. Po. Zonja Radoçiqi, në fakt, ju si keni parë programet e partive për këtë kësaj pjese, dhe në fakt në parim, pse një shtet duhet të ndërmarrë një lëvizje të tillë që të rrisë, po themi, pagën për të nxitur edhe sektorin privat, apo cilat janë arsyet që shtyr një shtet? Unë do doja ta shikoj një këndvështrim tjetër. Në fakt, biznesi, nëse do të ketë mundësi të rrisi pagën, e ka rritur pagën, por shumë ka shumë sektor që e kanë rritur pagën për shkak të mungesës punonjëse, për shkak sepse kanë performuar vitet e fundit shumë mirë, rasti i turizmit, rasti i industrisë ndërtimit, kështu që nuk është nevoja që le të themi çdo program politik të mburret, dhe do thotë që unë biznesin unë pagën minimale, po mesatare do ta çoj kaq, sepse ne dim shumë mirë që motori i zhvillimit ekonomik është pikërisht biznesi, se nëse flasim për administratën publike, atëherë pagat e rritura në administratë publike janë pikërisht taksat tona që duhet përkthehen, siç tha dhe ekspertja, me performancë. Pra të kemi një nivel performance dhe shërbime të duara në kohë etj. Nga ana tjetër, biznesi është ai siç thash që nëse do të performojë mirë, nuk është se do marrë lejë qeverisë apo programe të partive politike për të rritur pagë, do ta rrisi vetë. Sepse ka biznese, siç ndjehen në vështirësi, por ka edhe nga ato biznese që janë biznese konsoliduara dhe përdorin jo vetëm rritje pagë, por dhe për të motivuar dhe stimuluar kënaqësinë në punë, përdorin stimuj material, por ndoshta edhe jo material, siç mund të jenë trajnime, udhëtime, bonuse etj. Nga ana tjetër që Shqipëria ka një kosto tepër të lartë jetese dhe nivel page mesatare dhe minimale tepër të ulët, ne këto e dim, se na i tregojnë shifrat, na tregon edhe krahasimi që kemi bërë që kanë bërë institucione ndërkombëtare me vendet e Ballkanit Perëndimor, pra me vendet e rajonit. Ne jemi një nga vendet me kosto më të lartë jetese pas Serbisë. Ndërkohë nga aspekti nëse në Serbi kemi nivel pagash mesatare dhe minimale tepër të larta, që ky hendeku nuk krijon varfëri, ndërkohë që në Shqipëri hendeku midis kostës jetesës dhe nivelit të ardhurave mesatare në përgjithësi krijon nivel varfërie. Dhe ne kemi parë që duket sikur shtresa e mesme nuk është më shtresa e mesme, po është nën. Pra nuk po them që është nën varfëri, absolutisht që jo, por ama shtresa mesme ose ka zgjedhur të bëjë dy punësohet për të rritur të ardhurat, ose të bëjë një punë për çështja është ose të menaxhojë mirë financat që ka, ose të jetë nën kufirin domethënë pak më poshtë se niveli mesatar. Që do të thotë që ne edhe pse punojmë, përsëri niveli të ardhurave që ne marrim nga puna është i ulët dhe i pamjaftueshëm për të përballuar kostën e jetesës. Po nëse le të shohim kjo rritje, po themi, e detyrueshme me ligj, paga minimale me ligj, prodhon, po themi, efekte tek bizneset, ka kategori biznese që po themi që preken më shumë edhe mund të kenë nevojë mbase për një suport. Po patjetër që janë ato bizneset cilët ose mund të jenë mikronjësi ose biznese familjare ose biznese të vogla të cilët nuk kanë pasur mundësi, ndoshta edhe për shkak të krizave që kanë ndodhur, të kenë një performancë tepër të lartë, sidomos vitet e fundit. Ose bizneset të cilët janë konsiderohen si biznese të vogla. Ato do të kenë vështirësi në rritjen e pagës, ose siç dim dhe raste që dëgjojmë që ndoshta për qëllime deklarime ato paguajnë apo deklarojnë punonjësi me pagë minimale, por kanë rënë dakord me një marrëveshje të përbashkët që nëse do të kem performancë më të mirë, ndoshta pas disa muajsh do të arrisë, sepse për momentin nuk ka mundësi. Dhe patjetër që i punësuari nga një anë dëshiron që të rritet paga, po nga ana tjetër kupton dhe situatën se është i punësuar në atë biznes dhe ka dhe një lidhje emocionale, themi, dhe me biznesin, se kemi dhe punonjës besnik, sikur se kemi dhe punonjës që qarkullojnë dhe lëvizin apo largohen nga vendi i punës pikërisht për çështjen e pagës. Për të negociuar pagën duke ndryshuar. Po mund të shtoj diçka edhe këtu, është pjesa, domethënë se varet sektori, sektori që po e vuan këtë situatë aktualisht, sektori fason që është prekur masivisht, dhe ndërkohë që nuk është thjesht paga që është vështirësia e vendit, por mungesa e fuqisë punëtore për shkak
të emigracionit, për shkak të diversifikimit edhe të sektorëve në vend, për shkak edhe të reskilling që kanë filluar të ndiqet nga bizneset të ndryshme, sepse po trajnojnë vetë ata për të patur fuqi punëtore dhe trajnojnë edhe kundrejt pagës, domethënë punonjësit paguhet që në fazën e trajnimit, domethënë kjo ka sjellë pastaj edhe vështirësitë e sektorit dhe automatikisht kanë aplikuar paga më të mëdha. Por janë sektor të cilët kemi lëvizur, sepse janë sektor të cilët sillin një vlerë të shtuar deri në një cikël 3 vjeçar. Pastaj kanë një konstante të cilët ekonomia zhvillohet dhe ndërkohë ai sektor nuk arrin dot më të sjellë vlerë të shtuar në vend. Dhe në këto situata, domethënë është një sektor i cili duhet të kërkojë vende të tjera ku fokusi është paga e ullët. Ndërkohë Shqipëria nuk është më atraktive për pagën e ullët. Shqipëria tani duhet të kalojë në duhet bëhet një pakt kombëtar, të themi, për pagën, për arsye se kërkohet një strukturim i mirë dhe një studim i mirë i çfarë ne kemi në këtë vend, çfarë fuqie punëtore ne kemi. Çfarë sensi pakt? Pakt në kuptimin që të gjitha palët të involvohen dhe të bëhet një studim i mirëfillt një herë i çfarë fuqie punëtore prodhojmë ne në vit. Dhe si duhet orientuar fuqia punëtore dhe drejt kujt sektori në lidhje edhe me paketat fiskale që ofron vendi, për avantazhet që ofron në lidhje me çfarë zhvillimi 5 vjeçar do t'i japim këtij vendi. Janë bërë përpjekje të ndryshme, u bë përpjekje për sektorin e informatikës dhe të prodhimit softwareve, ku avantazhua me incentiv fiskale 5% atin fitimit, u ezaurua ky sektor, sepse e gjithë fuqia punëtore u kualifikua, u punësua dhe u kualifikua dhe me pagën. Ne kemi sot IT në Shqipëri që marrin 6.000 euro pagë të deklaruar në listë pagesë, të deklaruar plotësisht në sistemin e pagës. Kemi biznese në sektorin IT-s që aplikojnë pagën e 13. Kemi sektorin IT-s që aplikon edhe punën në remote, që edhe kjo kualifikon. Pra, jemi u ezaurua kjo paket, dhe ndërkohë patjetër edhe prandaj qeveria mori vendimin që nga ky vit të mos aplikohet më taksat 5% për tatin fitimin, por të kalojë në sistemin 15%. Ndërkohë sektori tjetër që është në fokus është sektori automobil. Sektori i prodhimit të pjesëve të këmbimit, autove të asamblimit e kështu me radhë. Ka një interes të shtuar në këtë sektor, por çfarë ndodh? Duke mos patur një paket orientuese të mirë për këtë paktin kombëtar që ne flasim, që duhet të involvojë sindikata, duhet të involvojë shkollat profesionale, duhet të involvojë edhe diasporën vet, të bëjë një strukturë të mirë fillt, sepse kemi komitet të punës, kemi struktura plot, por që deri tani nuk kemi parë një strategji të mirë fillt orientuese të kombinuar edhe me strategjitë e zhvillimit të biznesit, por edhe të zhvillimit sektorial dhe të industrializimit, sepse ne kemi strategji të rritjes së eksporteve, kemi strategji të zhvillimit fasoneri, kemi të zhvillimit të ndërkombëtarizimit, kemi strategjira të smart, por nuk kemi një strategji të mirëfillt të kombinuar të industrializimit të këtij vendi, sepse nëse ne profilizohemi si vend, atëherë do të themi Shqipëria është e njohur për industrinë autoveturave. Është sot po njihemi për turizmin, po turizmi është shumë gjithëpërfshirës. Turizmi është një sektor i cili mbart me vete të gjithë sektorët e tjerë dhe në rast se ka dhe një strategji tjetër të vënies në dispozicion të gjithë sektorëve që lidhen me të prodhimit vendas në lidhje të këtij zhvillimi që ka ndodhur i turizmit dhe që sot flitet për Shqipërinë në gjithë botën, kjo pastaj është sjell vlerë të shtuar, kjo nuk, domethënë biznesi pastaj nuk do pyesi më, nuk do pyesi më për pagën, do pyesi për personel të kualifikuar dhe për performancë. Sepse çdo gjë do të jetë e matshme, është vetë tregu pastaj që kualifikon, është tregu vetë i cili kërkesa dhe oferta do kualifikojë. Sot ne kemi interes nga jashtë për punëmarrës. Imagjinoni që sot edhe për regjistrim faturash, për data entry në sistemin fiskal, kemi interesa nga India, kemi interesa nga vendet nga më të ndryshmet për të ardhur të punojnë në Shqipëri. Jo vetëm në rroba qepës, apo në sektorin e ndërtimit, apo me radhë, por kemi dhe në shërbime. Çfarë tërheq, po themi, tërheq paga? Paga tashmë ka arritur, paga për sistemin e arsimit të lartë, për pozicionet e punës me arsim të lartë, paga tashmë në Shqipëri e ka kaluar 500-600 euro në muaj, nuk është më
kjo pagë. Se kur flasim 500-600 euro, flasim për një pagë bruto. Dhe paga bruto i përket një pagë 424 afërsisht dhe minimale neto. Dhe këtë pagë është e kaluar kjo pagë tashmë në Shqipëri. Sistemi arsimit të lartë në Shqipëri paguhet me minimalisht 700 euro bruto. Dhe ne nuk na trem paga minimale 500-600 euro, por që ka sektor të cilët janë në këtë fash, por jo në Tiranë. Ka në rrethe. Si mund ndërhyet, për çfarë mund bëj një, pra përveç studimit ju thatë një pak. Diversifikimi i vendeve jo të zhvilluar, sepse dhe në Shqipëri kemi zona që po shpopullohen, kemi zona të cilat konkurenca e politikave vendore, që lidhet me taksat vendore, që lidhet me pagat e punonjësve që transferohen dhe punojnë në vendet e tyre të origjinës e kështu me radhë. Kjo pastaj shoqërohet, nuk mund të funksionoj pa u shoqëruar me paketa mbështetëse, suportuese, subvencionuese të pagave, subvencionuese të kontributeve, por duhet të jetë edhe transparente monitorimi i tyre dhe duhet edhe të punohet pak në digitalizimin e pagave, në fiskalizimin e pagave, sepse ne jemi në sistemin e faturës elektronike, por me pagat jemi në kaos. Jemi akoma në sisteme, në tjetër vend marrim prezencën, në tjetër vend marrim llogaritjen, në tjetër vend kemi dosjen e personelit, në tjetër vend i deklarojmë dhe pagat domethënë sistemi i pagave në Shqipëri është edhe tepër domethënë është një kohë e humbur. Në një raport që digitalizimi dhe fiskalizimi i pagave mund kursej rreth 5 fish kohën që ne argjojmë për të bërë përmbushjen e këtij procesi. Pra, nëpërmjet fiskalizimit edhe monitorimi është më i mirë, edhe nëpërmjet sistemeve blockchain mund të krahasohet edhe të bëhet edhe një strategji, pse jo, për incomes, për prurjet fuqisë punëtore që mungon në Shqipëri nga jashtë. Ne jemi një vend shumë paqësor, jemi një vend me unë e them edhe jashtë kur shkoj në për konferenca, jemi një vend shumë i dashur për prurjet e reja dhe integrojmë shumë shpejt fuqinë punëtore të huaj dhe me procedura, edhe me mikpritjen që kemi dhe nga aspektin social dhe në këtë pjesë duhet patjetër ta shfrytëzojmë si një bonus, si një e mirë që ka ky vend edhe në këtë aspekt, sepse nuk mund të rrim peng, nuk mund t'i ndalosh shqiptarët që të largohen për një jetë më të mirë, për një sistem europian, për një arsim, nuk mund t'i ndalojmë, por duhet të parandalojmë rrezikun. Të frenojmë që të mos i detyrojmë që t'ikin pak ajo patjetër, po e gjithë kjo kërkon një punë shumë të madhe dhe kërkon integrimin e të gjitha aktorëve në të, por edhe një integrim të mirëfillt të strategjive të zhvillimit të copëzuara tashmë që ka strategji shumë të mira, sektoriale, por që janë sadopak të copëzuara dhe janë jo të lidhura me sistemin e pagës dhe me sistemin e reskilling dhe sistemin e rajonal, deri të lidhur me vendodhjen. Të lidhur me vendodhjen, të lidhur me arsimin në vendodhje, të lidhur me paketat fiskale, incentivat me vendodhjen lokale, të lidhur me të gjitha indikatorët që të zhvillojmë çdo me Smart Village, të zhvillojmë çdo rrethin. Nuk është se po zhvilluam vetëm Tiranën, kështu si ka ardhur puna, do kemi vetëm Tiranë. Shqipëria është Tirana aktualisht. Romina, ka nevojë për një ndërhyrje, po themi, për të bërë këtë zhbalancimin e madh pagave për ta bërë një lloj disa ndërhyrje lokale, rajonale që shkruajnë për Tiranën? Mjafton të marrë një shembull Durrës Tiranë, niveli pagave në Tiranë është pothuajse një ekonomist, i marrim rast një ekonomist është pothuajse sa dy fishe, kështu që dhe punonjës kualifikuar, ekonomistë kualifikuar në Durrës gjithmonë shikojnë një mundësi më të mirë për të ardhur për të punësuar në Tiranë, më pas dhe Tirana bëhet më shtretë, kërkesa për apartamenteve është më e lartë për shkak se çdo individ bën dhe kosto përfitim mendon që më mirë të jetojë në Tiranë më pas, pra që do thotë sa afër je është Durrësi me Tiranën dhe sa realitetet të ndryshme janë në aspektin e pagës. Kështu që patjetër që duhet mora Durrësin, po të mendojmë për një qytet apo për një qytet disi më të vogël, siç mund të jetë Kavaja, Rogozhina, Peqini, pra që aty më pas nuk ka as profesionist. Ky është problemi.
Nuk ka as profesionist, pra bizneset kanë atë problemin që nuk gjejnë më profesionist, as të arsimuar, po ndoshta dhe jo me ndonjë arsim. Pra do dushin disa politika dhe rajonale për te i mos Tiranës. largohen, sepse ne themi kemi migrimin pra nga zonat rurale në urbane, po ne kemi dhe nga zonat urbane në vende më të zhvilluara urbane. Kështu që duhet parë kjo qasje. Nga Durrësi, nga Elbasani, për shembull vinë për detyruar në Tiranë. Absolutisht po. Ndaj duhet parë kjo qasje me qëllim që siç tha dhe ekspertët që mos themi të përqendruar në zhvillimin e Tiranës, dhe bizneset dhe duhet kuptojnë që do të ishte mirë dhe ato të shikonin dhe të patjetër që edhe bizneset kanë dhe zgjedhjen në segment grupit ku dhe Tirana është një vend ku ka më shumë popullsi, më shumë individ cilët shpenzojnë, por nga ana tjetër dhe kostot e të bërit biznes në një qytet tjetër janë dhe më të ulta, kështu që duhet parë edhe në aspektin e biznesit, po dhe vetë qeveria duhet zhvillojë ato sektor në qytet apo të orientojë rasti bujqësisë për shembull. Ne kemi një problem të madh, sepse dhe fermerët nuk janë shumë të orientuar për kultivimin e produkteve që duhet bëjnë. Duhet bërë një studim tregu dhe ato të shkojnë te ato produkte ku mund të jenë konkurrues jo vetëm në si produkt vendas, por edhe për te si eksportues. Patjetër më pas që del një produkt për shembull i marrë nga Turqia me çmim më të ulët më konkurrues dhe për tregun ton, por dhe për tregun ndërkombëtar. Kështu që ne duhet të kuptojmë dhe të profilizohemi dhe të bëjmë një studim tregu se çfarë do të bëjnë dhe vetë bizneset, por do të ishte mirë që se gjëra ndonjëherë kur bëhen me orientim nga qeveria, siç janë dhe strategjit, dhe vetë biznesi e kupton më shumë rëndësinë dhe unë mendoj që është shumë e rëndësishme që le të themi biznesi të ndjej partner qeverinë dhe qeveria të ndjej partner biznesin, me qëllim që në fund qytetarët dhe të punësuarit të jenë me një standard jetese sikurse janë dhe qytetarët europianë. Nuk na mungon asgjë në fakt. Për shumë pak vite do të futemi në Bashkimin Evropian, por kur të futemi në Bashkimin Evropian ti kemi kap këto standardet e pagës, e mirëqenies, nivel pensionesh më të lartë etj, sepse ne po e shohim që Shqipëria dita ditës po ndryshon, imazhi për Shqipërinë, nëse dikur para 10 vitesh, ndoshta me ironi në konferenca ndërkombëtare thonin ku ndodhet Shqipëria, ndërsa sot nuk ekziston kjo qasje, madje ato e njohin jo vetëm Shqipërinë, por edhe e kanë vizituar. Kështu që kuptojmë që Shqipëria nuk shikohet më si një vend që nuk mund të shkosh sepse atje nuk ka zhvillim, nuk ka individ të cilët janë të kualifikuar e tjerë, por shikohet si një atraksion turistik, si një mënyrë për të bërë biznes. Kemi investime të huaj, për shembull rritjen e investorëve të huaj. Okej, janë tek pasuritë e paluajtshme, por ne duhet të kuptojmë që ato janë te pasuritë e paluajtshme sepse i pëlqen stili jetesës në Shqipëri, por janë te pasuritë e paluajtshme se i pëlqen të bëjnë biznes me struktura akomoduese, me struktura me hoteliere etj. Pra që Shqipëria po promovohet dhe po performon mirë ekonomia. Është një indikator pra po themi të situatës ekonomike. Zonja Katia tha pak më parë që kemi paga 6.000 euro që në Shqipëri, paga shumë larta. Ndërkohë ju thatë edhe më parë që vetë biznesi që detyruar për shkak mungesës së fuqisë punëtore të rrisë vetë pagat pra pa pritur të ketë një vendim që ta detyrojë qeveria. Por partitë politike në fakt nuk duket sikur kanë dhënë rëndësi punonjësit apo punëtorit shumë për kushtet e punës, sigurisht paga është elementi që të gjithë e kanë, por për kushtet jo dhe aq. Mungesa e fuqisë punëtore ka prodhuar një farë mënyrë detyrimin e bizneseve që t'i plotësojnë kushtet, se kemi parë shumë biznese që për të mbajtur punonjësin shkojnë përtej pagës, duke ofruar disa kushte, lehtësira dhe shumë elementë tjerë. Në fakt nëse dikur një punonjës shkonte në dyert e biznesit, jo një, po disa punonjës shkonin në dyert e biznesit dhe nuk flisnin për kushtet e punës, sepse e rëndësishme për punonjësin ishte vetëm të punësohej. Sot dhe fuqia punëtore në Shqipëri është më edukuar, po ndoshta kjo ka ardhur për shkak, dhe të kërkojë dhe të drejtat e veta, kush janë kushtet e punës, a do të kemi një kontratë pune, se dikur nuk ishte më kjo pyetje, domethënë nuk ekzistonte kjo pyetje, a do kemi një kontratë pune, ose edhe nëse punonte 3 muaj, le të themi, periudhë prove, nguronte ti thoshte biznesit që shikojë kur ta lidhim kontratën e punës, ndërkohë që sot kemi fuqi punëtore që i kërkojnë të drejtat e tyre që në momentin e intervistës. Dhe kjo është qasje shumë e mirë. Ndërkohë që vetë bizneset kanë kuptuar që punojësi është një aset dhe pa punojësin ose me largimet e shpeshta të punojësit, biznesi do të shtojnë kostos, janë kostot e trajnimit, koston e gjetjes një punojësi tjetër që duhet jeti kualifikuar, mungesa e punojësit sjell mungesë performance në detyra të tjera mbi ngarkesë e stafit e tjerë. Kështu që edhe sot biznesi nuk e kemi si para 10 vitesh, patjetër që kanë marrë dhe qase nga jashtë, por nga ana tjetër dhe kanë marrë një shuplak për disa biznese, duke qenë se nuk janë si dhe nuk e kanë vlerësuar ashtu siç duhet. Po konkurrojnë me BE-n për të mbartur punonjësit në Shqipëri. Dhe tashmë jemi në një kulturë, pra kemi arritur të themi që qoftë bizneset, por dhe fuqia punëtore ka arritur të ketë një kulturë pune. Dhe klima
le të themi klima e brendshme organizative në një biznes nuk është më si më parë, pra i kushton shumë rëndësi dhe deri tek arredimi i ambienteve apo ambienteve të punës apo zyrave, tek kushtet e punës, tek lejet, marrjen e lejeve të punojësit, pra trajnimet. Pra kemi parë një biznes disi më europian, le të themi. Ka biznese që të ofron edhe ushqimin direkt për ta mbalur punojësit, pra janë elemente çfarë ka paketa. Edhe kjo paketa, pakti kombëtar për pagën, do të thosha unë, dhe do ta lidhja me besimin institucional. Si në biznes edhe në shtet. Se dhe shteti ka dhe administratë shtetërore që nuk kanë kushtet në punë. Po. Kështu që kjo është një temë shumë e rëndësishme dhe sidomos sot për datën 1. Se ndonjëherë për një maj, ndonjëherë shohim pagën, por në fakt evitojmë të flasim për kushtet e punës. Që është pjesa e... Që ka nisur, nevoja e tregut ka bërë që bizneset të ndërgjegjësohen. Ka bërë të kualifikohet dhe të ndërgjegjësohet që te kushtet e punës, por kjo gjë ka nisur edhe me digitalizimin e shërbimeve shtetërore me e-Albanian, sepse kur hapet një biznes, normalisht ke detyrimin që të marrësh autorizimin e funksionimit nga inspektorati i punës, që asnjë biznes nuk e bën. Dhe sot, duke qenë se është nëpërmjet e-Albanias procedura, ne kemi filluar të aplikojmë për sipërmarrësit. Që në fillim, certifikimi higjieno-sanitar nëpërmjet e-Albanias janë shumë shërbime të cilat ndiqen nëpërmjet e-Albanias dhe nuk ka pse të mos bëhen. Dhe unë këtë them gjithmonë, nuk ka pse, sepse në momentin që ti nuk i ke plotësuar si detyrime, atëherë lë dhe hapësirë për korrupsionin, për evazion e kështu me radhë. Dhe normalisht, duke plotësuar kushtet, atëherë edhe ti rregullon performancën tënde dhe kërkon të drejtën tënde në momentin e një kontrolli dhe nuk lejon një sjellje jo të drejtë ndaj teje. E para, kjo që normalisht është edhe në të mirë të biznesit vet, jo vetëm për kushtet e punës. Po nga ana tjetër, patjetër që dhe kontratat e punës ka mangësi të mëdhaja, por ka mangësi edhe të një, si thuash, mos rakordance ligjore. Flasim për detyrime ligjore të cilat, kush e ka detyrimin e mjekut? E ka një biznes me 5 punonjës, e ka një biznes me 10 punonjës, apo e ka një biznes me 30 punonjës, apo 50 punonjës? Kush e ka detyrimin e antizjarrit? Kush e ka detyrimin e certifikimit për instalimet elektrike të një ndërmarrje? Kush e ka, cilat kualifikohen aktivitete me risk? Cilat kualifikohen pozicione me risk pune, si janë kategoritë e punonjësve të lidhura me rrezikun individual dhe aksidentet në punë. E kështu me radhë, janë shumë aspekte të cilat kërkojnë punë, po jo t'i lihet gjithmonë sektorit privat. Jo t'i lihet gjithmonë, sepse të gjitha kanë kosto, të gjitha këto që përmenda unë janë kosto. Një certifikim kushton 800 euro, një certifikim për instalimet elektrike kushton 1000 euro, siguria në punë është minimalisht 300 euro në muaj, mjeku minimalisht 200 euro në muaj. Pra, janë kosto këto që flasim për kushtet e punës. Dhe patjetër që, për shembull, siç e ka Italia e ka sigurinë e punë dhe sigurimin e higjieno-sanitar e ka në një deklarim, por e ka në një deklarim vjetor ose 2 vjeçar. Në një formular e ka digital, ndërkohë që ne nuk e dim çfarë periodiciteti kemi në lidhje me këto detyrime. Nga ana tjetër, ndodh një aksident në punë, bëhet nami direkt arrestojnë pronarin. Do më thënë, janë ca situata të cilat kërkojnë, prandaj them pakti kombëtar për pagën dhe besimi e shtoj dhe këtë besimi institucional që ngrihet mbi një strukturë të rregull ligjore, mbi një bazë por edhe të unifikuar ligjore, jo të coptuara dhe sepse në një farë mënyre për ne janë kosto të tëra, për ne përkthehen kosto, nga ana tjetër përkthehen edhe në pamundësi të kërkimit të drejtës tek punëmarrësi, sepse nuk e di, nuk i studiojnë dot kaq shumë baza ligjore për të kërkuar të drejtën e tyre. Shkon avokati që e di fushën dhe i thot, hajde se të marrun ngarkim se do marrësh kaq nga ky, do më bëjnë pazare pastaj të cilët që dëmtojnë të gjitha palët. Ndërkohë që e përsëris prapë jemi në një maj dhe të ngrëmë zërin, jo vetëm të mbrojmë sektorin privat, apo të mbrojmë qeverinë, apo të përkrajmë ndonjë paket që ekziston, por ka shumë për të bërë, ka shumë për të bërë në sigurinë në punë, ka shumë për të bërë në lidhje me digitalizimin, ka shumë për të bërë në lidhje edhe me rritjen e performancës, sepse nis që me ndërtimin. Kur ne ndërtojmë, duhet të ndërtojmë njësi
njësi biznesi, nuk mund të ndërtojmë qendra rezidenciale, apartamente dhe pastaj të japim qira për biznes dhe ndërkohë të jenë të pa certifikuara dhe s'marrin përgjegjësi askush. Një pyetje fundit për sa përket punës para se të kalojmë tek pensionet. A është po themi ky vitet e fundit koha e artë e atyre që nuk kanë kualifikim për punuar, pra mbaj mend para shumë vitesh ne kishim po themi shumë profesionistë për një vend pune, konkurrencë shumë lartë, ka ndryshuar totalisht raporti, sa tani duket sikur ka ardhur ata që mbase nuk kanë domosdoshmërisht një aftësi, por mund të ofrojnë krahun në punës, pa thënë ata që kanë aftësi. Është një kohë e artë për punëtorët, kjo tani, kjo mungesa e fuqisë punëtore në treg ka prodhuar një kohë të artë për ata? Fatkeqësisht do thosha jo. Fatkeqësisht do thosha jo. Pse do thosha jo? Sepse po të flasim për Tiranën, është komplet tjetër gjë e përmbys analizën e riskut. Po të flasim për gjithë Shqipërinë dhe për çdo cep të Shqipërisë, do të thosha jo, sepse janë në një farë mënyrë në rënje të lirë. Është një treg i lirë që vendos kërkesa dhe oferta dhe standardi është ai. Bizneset janë nivelit të ulët. Nëse nuk shqohet një industri në secilin rajon, atëhere nuk kemi të bëjmë me një kohë të artë për fuqinë punëtore të atij niveli. Por është një kohë e artë, për Tiranë. Thosha unë, jo, është një kohë e artë për të arsimuarit. Pse? Sepse zhvillimet që po ndodhin, ashtu sikurse shqiptari ditë vishet bukur, ditë haj mirë, ditë të performoj mirë, është bërë një punë shumë e mirë në botë, që flitet mirë, dhe shqiptarët janë integruar, janë arsimuar jashtë, emigracioni ka nis herët dhe emigracioni sot po prodhon brezat e arsimuar, brezat e kualifikuar dhe që shpresojmë që të kemi prurje akoma më shumë, sepse ka filluar një interes dhe vota e diasporës çojnë në një interes të shtuar për kthim në Shqipëri, dhe gjitha këto ka një pritshmëri, jo të studiuar me shifra, por është një potencial i pashfrytzuar akoma, i cili mund të përkthehet në zhvillim të një vendi. Pra, mendoj se mund kemi një atë fenomenin urbanist që ikën njerëz masivisht dhe kur filloi procesi integrimit u rikthyen dhe rikthehen në një kohë që dhe Shqipëria është gati të mirëpres, është gati me pagat e larta, është gati me Porto Romanon që do të sjellë një zhvillim 10 vjeçar minimalisht në sektorin e logjistikës dhe që kërkon njerëz shumë të kualifikuar, është gati me aeroportet, është gati me Ekurudhën që do të zhvilloj linjën e interkoneksionit në nivel tranziti Shqipërinë si Ballkan-Europë në lidhje me tregtinë ndërkombëtare, është gati për vetë sektorët që tashmë kanë marrë një rrugë, sektori automobilistik, ne po të shohim konkretisht janë prodhohen pothuajse të gjitha pjesët e këmbimit të një makine, që nga dera, nga pjesa për skafet kanë filluar prodhojnë pjesën e rezinës së poshtme të gomoneve të skafeve, ka filluar industrializimi, por duhet të jetë më i koordinuar dhe duhet të jetë tani që të korret suksesit të orientohet vendi në zhvillim të qëndrueshëm, në zhvillim të qëndrueshëm në parametrat edhe që kërkon integrimi në BE, parametrat e kartoneve jeshil, parametrat e paketave suportuese, të inovacionit, të teknologjisë, kështu me radhë. Dhe ndërkohë që për shtresën e arsimuar, do të thosha që është një kohë e artë, sepse pagat nuk është se po i rrit paga minimale e detyrueshme, një detyrim ligjor, por është tregu që i jetë. Për rrit tregu. Ka një disrakordim midis rritjes së pagës dhe rritjes së çmimit të shërbimit nga biznesi, që nuk po pranohet në treg, por shpresojmë që të shkojë e gjitha paralel, sepse dikush karkohet edhe kosto e shtuar, dhe ndërkohë për momentin është një farë, nga paketa suportuese e incentivuese nuk ka, por nga ana tjetër është edhe me vlerë ta themi dhe ta përmendim pse jo, sepse u bë vite tashmë. Paketa e zero tatim fitimi për deri në 14 milion lekë të reja ka ndihmuar shumë profesionet e lira dhe mikronjësit, për arsye se me zero taks nuk ka vende konkurruese për Shqipërinë. Realisht nuk ka, dhe kjo ka sjellë vëmendje të shtuar jo vetëm për shqiptarët, por edhe për ekspertë të huaj, të cilët vinë dhe operojnë nëpërmjet Shqipërisë për këtë avantazh fiskal që ne kemi. Kemi folur për punonjësit, tani jemi një pjesë që do të flasim për ata që kanë qenë dikur punonjës, për sa përket pensioneve, kemi parë partitë politike që kanë qenë
konkurruese, po thojë se cila për rritjen e pensionit, pra përse përket pensioni minimal, apo minimumi etik që është po thojë se e njëjta gjë në nivelin 200 euro. Në fakt, si keni parë, zonja Radoçi, këtë propozim? Në përgjithësi... Është niveli 200 euro një nivel i përshtatshëm për Shqipërinë? Patjetër që është një nivel i përshtatshëm për Shqipërinë dhe për, le të themi si pension minimal, dhe për nivelin e varfërisë që është te ky target group, po nga ana tjetër kuptoj që të gjithë partitë politike janë fokusuar me programe tek pensionistët dhe shumë mirë, sepse vërtet ka nevojë rritja e pensioneve. Por çështja është që duhet të informojmë pensionistët, jo me ardhin e X partie marrin pushtet me njëherë pas ardhjes do rriten pensionet. Ato do rriten gradualisht, sepse ne dim që nevoja dhe problematika që ka skema e pensioneve është disi më e thellë, ku vetë dhe buxheti shumë delikate dhe çdo ndërhyrje mund të krijojë një ku vetë buxheti i shtetit mundohet ta, le të themi, ta suportojë këtë skemë që të qëndrojnë në këmbë, por nga ana tjetër rritja e pagës, planet apo projektet për të sjellë migrantët këtu, për ta bërë tregun e punës më atraktiv, do të ndikojnë pozitivisht ajsa do të gjenerojnë fonde dhe do të rregullojnë deri diku skemën e pensioneve, që kjo skemë e pensioneve të shkojë në pension minimal 200 euro. A do të jetë i mjaftueshëm 200 euro për pas disa kohësh kur do të bëhet? Atë ne nuk e dim, sepse patjetër që kemi thënë që niveli apo kosti i jetesës në Shqipëri është e lartë, por nëse flasim tani tashmë për një pension minimal diku te 100 euro dhe dy fishohet për një periudhë që është afatmesme, apo mund të jetë afat shkurtër, do të ishte mirë të ishte afat shkurtër, po e marrim si rastin më të keq, le të themi afatmesëm, atëherë sido që të jetë është dy fishe, dhe dy fishe ndikon pozitivisht tek niveli i varfërisë relative që ekziston tek ky target group. Dhe ndoshta kjo do ndikojë pozitivisht dhe për imigrantët, se ne dim shumë mirë që pjesa më e madhe e emigrantëve detyrohen të kursejnë nga kursimet e tyre dhe të ndihmojnë me remitanca prindit e tyre. Ndoshta kjo do ndikojë pozitivisht dhe këto emigrantë kursimet e tyre t'i marrin, t'i grumbullojnë dhe t'i investojnë në Shqipëri dhe mos t'i sjellin prapë për konsum, por t'i vinë t'i sjellin këtu për investime, duke shtuar më tepër vlerën e ekonominë e vendit, dhe pse jo dhe duke ndihmuar familjarët e tyre. Zonja Katia, në fakt të gjitha partitë bien dakord që pensionet janë pamjaftueshme përderisa të gjitha kanë programet e tyre nevojën për të rritur pensionet. Kemi nga krau tjetër dhe gjitha alternativat që japin për rritje pensione janë bonuset apo rritje me përqindje të caktuara, 20%, 10%. Indeksimi sipas inflacionit duket sikur kanë braktisur gjitha partitë politike. Pra ka rezultuar jo i duhur indeksimi për Shqipërinë. Tani në sistemin e pensionet ne jemi në një fazë dhe kemi qenë gjithmonë, jo se jemi tani, që duhet kalojmë nga mbijetesa në një dinjitet social. Sepse kur flasim për zhvillim të një vendi, kur flasim për turizmin në këto lloj përmasash, kur flasim për investime strategjike kështu me radhë, patjetër shkojmë paralel. Dhe kjo në një farë mënyrë, çështja e pensioneve është një çështje e cila unë do të thosha përparimet që ka pasur janë në lidhje me marrëveshjet e njohjes të pensioneve bilaterale, për shumë me Italinë dhe me disa vende të tjera tani se nuk mbaj mend t'i them. Kanadaja apo shumë Kanadaja diskutim. Po, por në lidhje me nivelin e pensioneve në Shqipëri nuk kemi pas një indeksim të strukturuar dhe çfarë ka ndodhur ka qenë një indeksim mekanik dhe jo i studiuar. Dhe në këtë prizëm kërkohet absolutisht indeksimi pensioneve në një sistem të vazhdueshëm, të paktën në lidhje me inflacionin e produkteve bazë, të paktën, e theksoj të paktën, sepse jemi koshient, pensionet që merren aktualisht nuk mund të përballojnë as ilaçet e pensionistëve, jo më të ushqehen. Ndërkohë, ne kemi bërë thirrje her pas here me dhomën e biznesit diasporës që remitancat të mund të orientohen disi në një farë mënyrë edhe në kontributet vullnetare për pensionin për prindrit e tyre, për shembull. Ka disa mekanizma, unë nuk jam partizane e çështjes që vetëm të presim nga qeveria apo presim nga shteti. Jam një individ që nuk pres gjë nga shteti, por presim nga tregu. Presim nga tregu dhe në një farë mënyrë edhe vetë biznesi duhet të bind, duhet të informoj, duhet të punoj në lidhje me këtë gjë, sepse më mirë të bëj një emigrant në Gjermani, më mirë të siguroj prindrit e vet me një pension vullnetar
ndër vite, se sa të qoj një 100 euro në muaj për të, dëmën që aty ai pensioni vullnetar edhe indeksohet edhe i rritet si vlerë dhe kur i duhet e disburson, e kështu me radhë, ka mënyra alternative që duhen shfrytzuar më shumë. Duhen shfrytzuar më mirë, duhen koordinuar më mirë paketat që ekzistojnë në lidhje dhe me diasporën, por nga ana tjetër indeksimi është në mënyrë absolute i domosdoshëm, progresiv dhe i qëndrueshëm, sepse nuk mund të bëjë, domethënë kur ne kemi një inflacion të rritjes prej 3% të një produkti bazë, domethënë dhe vazhdojmë me pensionin të njëjtë. Kemi pensionistë që nuk e marrin një herë në muaj 1 kg mish. Ka pensionistë të cilët kush e njeh elektoratin në aspektin e fushatës dhe ka bërë disa vizita, por qoftë edhe nëpërmjet bisedave me njerëz që kanë bërë këto vizita nëpër familje, kuptojnë realitetet të ndryshme, të cilat me të vërtet të vjen keq. Nga ana tjetër, duhet patjetër edhe pensioni social. Duhet të aplikohet sepse duke është pabukësia, si themi, uria, prodhon vetëm varfëri shpirtërore, prodhon krim, prodhon të çdo lloj natyre. Le të themi krim të çdo lloj natyre. Nuk është përshtat për asnjë qeveri të ketë prezencë urie. Dhe pensionistët nuk mund të jenë pa një pension social, qoftë edhe nëse nuk e kanë gëzuar atë gjë, për arsye se vetë sistemi ka qenë edhe informal. Punojësit kanë punuar edhe pa pagat deklaruara, por kanë punuar edhe në emigracion. Ndërkohë që nuk kanë sigurimet paguara në Shqipëri, por sistemi social duhet të ekzistojë në çdo vend. Çdo individ e gëzon të drejtën për të një mbulim universal, por për të mbuluar një minimum jetik. Kështu që me inflacion që ka ndodhur në Shqipëri dhe në një farë mënyrë rritja e turizmit e sjell këtë pasojën e rritjes së çmimeve të produktit të mallrave bazë të shportës. Dhe kjo është që nuk mund të rrisësh një sektor në nivele kaq të larta dhe të lësh një stres popullsie në nivel varfërie mbijetese. Kështu që indeksimi duhet dhe duhet të jetë jo mekanik, e theksoj, jo mekanik në bazë të indikatorëve të përcaktuara makroekonomik që mbase nuk reflektojnë tek po në nivele që të impaktojë dhe që të sjellë dinjitetin social. Shqipëria ka nevojë për dinjitetin social. Ka nevojë për dinjitetin social sepse është pikërisht kjo që detyron edhe emigracionin. Është dinjiteti social që detyron edhe të rinj të largohen, sepse shohin shembujt e prindërve të tyre, shohin gjithçka me radhë. Ose shkojnë edhe për ndryshuar situatën e prindërve të familjes. Po, dhe të familjes, patjetër edhe të familjes. Ju e dini shumë mirë, në Shqipëri është ringjethem kur e them, por lidhja me familjen është shumë e lartë. Dhe të rinjt për familjen nuk janë si, unë jam arsimuar në Gjermani, por ndjesin që ka Shqipëria në lidhjen me familjen është për të patur, është si ajo paqja fetare, është që nuk e ka njeri. Dhe në Shqipëri kjo gjë ekziston, është gjë që nuk duhet ta humbasim, është gjë që sjell vlerë vendit tonë, dhe patjetër shoqëruar me një dinjitet social në aspektin financiar, nuk diskutohet që vazhdojmë ta promovojmë këtë vlerë që ne kemi. Zënore Donçiçi, kemi parë që përveç pensionit, po themi rritjes, kemi edhe një paketë mbështetëse për pensionistët, po themi disa subvencione apo rimbursimi i ilaçeve. A ka nevojë për të hyrë pak më thellë mbase pas më vonë për kryer një paketë që ju ofron shërbimet e nevojshme pensionistëve? Në fakt, po duhet ngjiret vetëm tek paraja që i rritet. Jo, patjetër që kemi nevojë, pensionistët së parë nuk bëjnë jetë sociale dhe do të ishte shumë mirë që shteti të gjetë mënyra apo forma që edhe pensionisti, siç tha ekspertja, pra të bëjë një jetë sociale, pra ashtu të gjendet një zgjidhje artë që ndoshta nuk e plotësojnë në aspektin financiar për ta plotësuar në aspekte tjera. Nga ana tjetër, edhe për çështjen e ilaçeve, duhet të zgjerohet gama e medikamenteve, pasi një pensionist ne dim shumë mirë që mund të vuajë më shumë se 2-3 sëmundje. Nga ana tjetër, pensionisti që energji elektrike tek produktet për vlerë, mbase ka nevojë për ndërhyrë një lloj duhet të ndërhyjë edhe në tarifa preferenciale mbase. Po, por edhe nga ana tjetër, një pensionist i cili është në zonën rurale, ka mungesë stafi mjekësor, ndoshta mund të mungojë stafi mjekësor në zonën rurale ku ai është. Do duhet që të vijë në qytetin më të afërm. Kjo është kosto për këtë. Duke mos pas ndoshta një pension
le themi tepër të lartë, se ne dimë që pensionet në zonë rurale është nuk përballon dot as kostot e transportit dhe ai pensionist ndoshta nuk mund të mjekohet dhe në momentin marrë trajtimin e parë dhe në momentin që ai e lën sëmundjen për atë ta agravoj më tepër, ai shkon në një gjendje ku duhet dhe për shtetin shpenzon më shumë shteti, dhe pse mjekësia është falas, por jo gjithmonë është falas për çdo gjë, dhe për shtetin është le të themi shpenzim më i madh, sepse duhet të trajtojë etj, por dhe ai vetë s'ka pse të vuajë një sëmundje e cila është më e rënduar për shkak të mungesës financave. Ndaj duhet parë dhe pensionisti në zonën rurale, unë mendoj që jo vetëm rritje e pensionave në zonën rurale, sepse atje është dhe niveli i pensionave më i ulët, por duhet parë dhe disa shërbime, siç është shërbimi shëndetësor, pra të merren masa ku një i sëmur në një zonë rurale ku nuk ka dhe personel mjekësor, të gjetet një zgjidhje pra për këto pensionistë. Sepse ne e kemi edhe problem të bushatisin e fshatrave, kështu që nëse nuk duhet Basa të në riktyr ato që emërtoshin dikur mjekët shëtitës që është e vërtetë. Për të krijuar një zgjidhje. Ndoshta ato mjekët që mbarojnë të bëjnë një, le të themi, një udhime periodike po patjetër se kanë dhe nevojë për mjek të specializuar, por çështja është që ndoshta të rinjt se kanë dhe më shumë energji, pse jo, dhe ndonjëherë është më mirë ku dhe i riu e shikon përballet me sfida që në fillim, sepse do të bëhet një profesionist më i aftë. Besoj se të gjithë ne jemi përballur me sfida në momentet tona të para, madje ndoshta kemi punuar dhe pa para vetëm për të rritur profesionalisht dhe për të përfituar aftësi shtesë. Kanë bërë përpjekje shumë, ka qenë pak sa e vështirë dhe me pagën e për lëvizur. Një pyetje të fundit, me që edhe bisedës po i vjen në fundi. Në fakt jemi në fazë ku skema pensioneve po reformohet edhe po shkojmë me bashkëpunim me Bankën Botërore dhe cili do ishte zgjidhja më mirë se pra po themi për garantuar pensione. Si do shikoni të reformën? Duhet bërë në radh parë një herë zhvillime duhet jenë në tregun e punës, sepse ne tregu i punës na gjeneron kontribues. Dhe hyrja duhet bërë andej. Tek tregu i punës, ne folëm për pagën e tjerë, pra e nisëm shumë mirë se nisëm me pagën që paga do të na rregullojë skemën e pensioneve. Nga ana tjetër, kthimi, emigrantëve dhe mundohemi të reduktojmë sa më shumë ato të rinj që janë bankat e shkollave dhe universitetet që studiojnë pikërisht për ato deg që të jenë konkurrues në tregun ndërkombëtar. Dhe së treti unë mendoj që pensioni privat duhet jetë fokusi dhe te pensioni privat. Pra gjithë vendet e zhvilluara e kanë përqafuar, sepse ne flasim për Shqipërinë që ka probleme në skemën e pensioneve. Mos harrojmë që edhe Franca në të njëjtën situatë është, pra dhe vendet e zhvilluara përsëri po kanë probleme, madje me sa diun dhe Amerika ka probleme, por është plagë e popullsisë që shton le të themi kostot në buxhetin e shtetit apo në skemën e pensioneve. Kështu që duhet patjetër dhe integrimi i pensioneve privat si detyrueshëm. Është ajo që ne kemi plagë të ekonomisë sot është informaliteti. Dhe normalisht lufta ndaj informalitetit duhet të jetë prezente, duhet të jetë të vijoj. Nuk përballohet vetëm me kontrole, me një institucion monitorues, por normalisht edhe nga një anë nuk përballohet vetëm me inspektoriate, por nga ana tjetër edhe duhet incentivuar në një farë mënyrë formalizimi. Kjo që do të thot kjo? Kjo do të thot me një sistem të ri të ka paketa e paktit kombëtar, të themi, për pagën, që rritja e pagës minimale, rritja edhe e tatimit zero e 30 mishës, rritja e 30 mishës pa tatueshme, të ketë disi një avantazh për sektorin privat që të formalizoj pagën pa i peshuar atyre, por nga ana tjetër duke rritur fondin e pensionit. Duke rritur fondin e pensionit, patjetër pensionet do rriten. Por informaliteti është një shkak shumë që i peshon kësaj çështje, sepse kontributi është i fuqisë punëtore për të siguruar. Do të nisur nga tu për të kaluar pastaj tek propozimit shtesë, pra siç ishte për diasporën, por do ta nisim nga tregu i punës për të vijuar më pas tek. Absolutisht. Ne sot kemi hapur dyrë për pensionistët e huaj. Që parajsë pensionistë. I parajsë, nuk paguan, detaksohen atje ku janë, madje marrin bruton këtu, marrin më shumë se sa neto. Dhe jetojnë shumë mirë. Por e kuptoni se si jeton një italian në Shqipëri dhe si jeton një shqiptar pensionist në Shqipëri? Ky është dinjiteti social, që ne po e shesim si të bukur, por nga ana tjetër duhet në një farë mënyrë t'i afrojmë. Duhet t'i afrojmë, sepse po i afruam, ajo është, çështja është që barazia e gjithë nivelit do të sillte pastaj mirëqenien tonë. Ndërkohë nga ana tjetër, pse jo?
krimi i paketave të pension të ndërkombëtarizimit, si mund t'i sjellësh shqiptarët pensionistë në Shqipëri, por patjetër nuk mund të vinë të marrin pensionin shqiptar. Prindrit e mi dolën në pension në Itali, nuk mund të vinë të marrin pensionin shqiptar, për arsye se është shumë i ulët. Janë të detyruar që ndrojnë andej dhe të jetojnë me pensionin andej. Kështu që në një farë mënyre ka mënyra se si mund të ketë një shtys që edhe fondet e pensionit të rriten për të aplikuar rritje të pensionit, krijojmë këtë dinjitetin social. Dhe patjetër vënia në funksion edhe e pensioneve private, e fondeve të pensioneve private, vënia në funksion e diasporës shqiptare në lidhje edhe me orientimin e remitancave, informaliteti, lufta, formalizimi i pagës, që lidhet me formalizimi i pagës lidhet me të gjithë atë paketën e paktit kombëtar të pagës, të themi, dhe besimit institucional. Nuk e harrojmë sepse është shumë e rëndësishme që kontratat të respektohen dhe që kontratat të jenë të besueshme, të zbatohet kodi i punës, sepse pavarësisht të gjithës, edhe biznesi duhet të ketë punëmarrës të kënaqur, që të marrë benefitet, të marrë punën e duhur dhe jo të harxhohet koha, sepse ne kemi edhe një problem në Shqipëri, që është rentabiliteti. Shqipëria është një vend që të vitet koha. Të vitet koha dhe në këtë aspekt duke respektuar kontratat është një win-win situation që të gjitha palët fitojnë. Pra ka akoma shtigjet pa shfrytzuara që duhet shfrytzohen për të arritur në... Patjetër që po, dhe theksoj gjithmonë dhe them, nuk duhet pritur për herë nga qeveria, nga fushatat, nga paketat që ofrojnë ata, ka plot për të bërë edhe vetë tregu. Edhe vetë tregu ka plot për të bërë, edhe ndihma me grante ndërkombëtare me fonde europiane ka plot që mund të shfrytëzohen për të në lidhje me performancën e përgjithshme të doing business në Shqipëri e kështu me radhë. Ka. Dhe vetëm se orientimi i biznesit dhe lidhja me aktorët është në çal. Por kërkon përmirësim. Zonja Gatiaj, zonja Radonçiqi, faleminderit për idetë që ndat me ne, ide shumë interesante. Faleminderit edhe juve për temën edhe gëzuar një majë. Gëzuar. Shikues televizionit kanë pak minuta publicitet për të rikthyer në pjesën e dytë. Jemi në pjesën e dytë të Election Room. Të marrësh një mandat deputeti nuk është vetëm një mision publik, por është gjithashtu edhe një vend punë. Dhe në fakt kjo do të jetë ajo që ne do diskutojmë në dhomën tjetër të Election Room me kolegen time Gjorgjina Deta, e cila ka bërë disa statistika interesante për sa i përket deputetëve. Gjorgjina, mirëmbrëma. Krishtik, mirëmbrëma, mirë si u gjej. Ashtu siç ju e përmendët, pra gara për 11 maj nuk është vetëm një garë për një karrike apo gara për pushtet, por është një garë dhe për një vend pune apo gara ndoshta për pagën më të lartë në shtet që është paga e deputetit. Dhe unë në grafikun e parë sot kam sjell një qasje ndryshe, me që ne këtë emision pra e dedikuam pagave dhe pensioneve, unë kam sjell dy grafiku do të flasim për pagat e deputetëve dhe një grafik i cili do të flas për pensionet. Le ta nisim me grafikun e parë i cili kam vendosur ta titulloj sa vlen 4 vite në kuvend. Atëherë nisemi nga të dhënat e muajit mars sa i përket pagave të deputetëve të kuvendit të Shqipërisë dhe përfitimet që ato kanë marrë si të dhënat më të fundit të bëra publike në faqen e kuvendit të Shqipërisë. Atëherë rreth 313.000 lekë bruto vlerësohet paga pra e një deputeti në Shqipëri, paga mesatare e të gjithë deputetëve, të 140 deputetëve. Pra, në qoftë se e shohim të shprehur pra neto këtë vlerë, shohim që rreth 220.000 lekë pra vlen paga neto, ndërkohë nga ana tjetër, në qoftë se i referohemi pra publikimit të përfitimeve që kryesisht vijnë nga dietat e udhëtimeve apo nga faturat telefonike, por ka nga ato që marrin dhe rimbursim pasi jetojnë me qira, shohim që mesatarja e përfitimeve kreshnik për llogaritën rreth 165.000 lekë, që në total neto do të ardhura pra sa i përket këtij pozicioni shkojnë rreth 386.000 lekë në muaj. Çka do thotë pra kaq është edhe ajo paga apo kaq që vlen pra për një muaj ajo karrikja për cilën bëhet gara e 11 majit. Por sa vlen pra 4 vite në kuvend referuar kësaj shifre. Atëherë paga bazë mujore, rreth 48 muaj pra që shtrihen për gjatë 4 viteve, shohim që 18 milion lekë ose 187.000 euro vlen pra një karrike në kuvend për gjatë 4 viteve, pra për gjatë një mandati. Megjithatë, kjo është pak a shumë vlera, po si krahasohemi pra dhe cilat janë
ato deputetët më të privilegjuar të rajonit, le themi, dhe unë kam sjell një krahasim mes të ardhurave pagës mesatare, pra që merr një deputet në Shqipëri, dua ta theksoj që nuk janë përfshirë këtu përfitimet e tjera nga dietat, faturat telefonike apo shpenzimet pra që vinë nga qiraja, ka marrë vetëm pagën bazë të një deputeti në Shqipëri krahasuar me vendet e rajonit, dhe shifrat tregojnë që në Shqipëri paga bazë vlerësohet në rreth 2200 euro, në Kosovë nga ana tjetër në rreth 1720 euro, Maqedonia e Veriut vërtetet rreth 2000 eurove, Mali Zi po ashtu në 2000 euro dhe Bosnia Hercegovina varion pra paga mesatare një deputeti nga 1800 euro deri në 2500 euro. Qofse do të flisnim për vendet e Europës kreshnik, kjo vlerë do të ishte akoma dhe më e lartë, pasi marrim konsiderat që një pjesë e mirë e vendeve janë edhe pjesë e Bashkimit Evropian. Por nëse ndalemi vetëm te statistikat sa i përket rajonit, pra dhe Shqipërisë si krahasohet, pra mund të themi që nuk është se ka ndonjë diferencë shumë të ndjeshme, gjithmonë pa përmendur përfitimet. Qofse do shtonin përfitimet, është Shqipëria rritet ndjeshëm dhe kryeson rajonin sa i përket pagës mesatare, pra që vlerësohet një deputet në Shqipëri. Nga ana tjetër do të kalojmë te një grafik për të parë pra se në cilin qark vlen më shumë oferta e pensioneve. Shumë programe elektorale të partive të ndryshme janë dalur dhe kanë përcaktuar oferta të ndryshme sa i përket pensioneve, dhe kjo sigurisht nuk ka ndodhur rastësisht, pasi pensionistët zënë një peshë të konsiderueshme në listët e zgjedhësve pra këtë vit. Herën e kaluar, pra kur folin për pensionet, unë solla një grafik i cili i dedikohej sërish atyre që janë mbi moshën 65 vjeç, ku theksova që nuk kemi vetëm jashtë listave, pra zgjedhës të cilët kanë këtë peshë, por një pjesë e konsiderueshme e pensionistëve, pra atyre të cilët janë mbi 65 vjeç, ndodheshin edhe brenda në lista. Megjithatë, unë sot kam sjell një grafik për të parë se ku është oferta aktive më e lartë, pra cili qark ka peshën më të madhe të pensionistëve, dhe aty janë edhe aty marrin dhe një vlerë tjetër, pra edhe premtimet sa i përket pensioneve. Atëherë kreshnik kemi Gjirokastrën, Vlorën dhe Fierin që kanë peshën më të lartë të zgjedhësve mbi 65 vjeç kundrejt zgjedhësve në total. Dhe përkatësisht kemi Gjirokastrën me 46.1%, pasohet nga Vlora me 43.2% dhe më pas ndjek Fieri me 37.9%. Pra në këto tre qarqe, premtimet për pensionet kanë dhe vlerën më të konsiderueshme dhe peshën më të madhe. Ndërkohë nga ana tjetër kemi Dibrën, Tiranën dhe Kuksin që kanë dhe peshën më të ulët të zgjedhësve mbi 65 vjeç kundrejt zgjedhësve në total, dhe vlerësohet për Dibrën me 25.3%, ndjek Tirana me 24.2% dhe pasohet nga Kuksi me vlerën më të ulët prej 19.9% kreshnik. Gjorgjina, një statistikat interesante si gjithmonë, bashkë do ritakohemi sërish ditën e nesërme. Unë ju falenderoj, natën e mirë. Ndërkohë, dita sotme ka qenë ditë intensive për aktivitetet elektorale, mos harrojmë faktin se të pak ditë kanë mbetur nga dita e zgjedhjeve. Ju ftoj të ndiqni aktivitetet e ditës së sotme. Rritja e pagave, paga minimale, ishte 157 euro, sot është 400, në janar të 2026 bëhet 500 dhe në Shqipërinë 2030 do të jetë 650 euro. Këtu jemi tek rritja e pagës mesatare të përgjithshme, pra paga në sektorin publik dhe paga në sektorin privat, ka qenë 322 euro, sot është 848 euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek paga mesatare vetëm në sektorin publik, e cila sot është 1000 euro, nga 372 që ishte, dhe do shkoj 1200 euro në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë. Ky është pensioni mesatar, ishte 111, sot është 300 euro, dhe ajo që është e rëndësishme është që në Shqipërinë 2030 do të jetë 400 euro pensioni mesatar dhe 200 euro pensioni minimal. Dua t'ju jap vetëm 2 shifra për të kuptuar në aspektin financiar, edhe pse në këndvështrimin tim nuk është aspekti më i rëndësishëm i këtij kapërcimi historik për Shqipërinë, por gjithsesi dua t'ju jap 2 shifra. Në rrugtimin e këtyre 3 mandateve, ne kemi pas mbështetje nga Bashkimi Evropian, pa diskutim. Dhe ka qenë një mbështetje që ka ardhur në rritje. Por nëse
ju a them si shifër, ne kemi marrë nga Bashkimi Evropian diçka më shumë se 1 miliard euro. Diçka më shumë se 1 miliard euro, nga të cilat 90% janë kredi. Kredit buta, por sidoqoftë janë borxhe. Ndërkohë që me antarësimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria do të marrë të njëjtën shumë paka shumë, 1 miliard e diçka më shumë euro çdo vit. Dhe ndryshimi tjetër do të jetë që nuk do të jenë 90% kredi, por do të jenë 90% kontribut i asaj shtëpijet përbashkët për Shqipërinë. Dhe me ato pasaport, shkurt fjala, shqiptarëve të Greqisë ju marrin fund të gjitha llojet e radhave të pritjeve për lloj-lloj dokumentash, lloj-lloj letrash, jo qëndrimi, jo puna, jo pensioni, sepse janë qytetar evropian në truallin e Europës dhe nuk ka rëndësi se është Greqi, se është Shqipëri, se është Spanjë, se është Itali. Nëse sot ky qytet buzëqesh, nëse sot ky qytet ka një ndriçim të veçantë, nëse sot hyn në çdo rrugicë dhe gjen një derë të hapur ku ka një bujtin të mrekullueshme, kjo do të thotë se këtu në Berat dhe në të gjithë qarkun e Beratit është ndërtuar një ekonomi e re që bazohet tek turizmi dhe tek prodhimet që vijnë nga fshati, në ndërkohë që Berati është edhe një nga stacionet më të rëndësishme të eksporteve bujqësore jashtë vendit. Projektin ton, i cili ka 2 qëllime më madhore. Së pari, t'ju kthej parat ju, qytetarëve shqiptar, t'ju kthej taksat ju në rroga, pensione, mbështetje ekonomike, mbështetje papunësie, shërbime shtetësore, shërbime arsimore, infrastrukturë. Së dyti, një mundësi të re për secilin prej jush. Në këtë mënyrë, ne jemi të bindur se ecim drejt Dumës madhështore, Cerrikut madhështor, Elbasanit madhështor dhe Shqipërisë madhështore. Unë jam këtu për të zotuar para jush se me programin ton ne do u rikthejmë parat qytetarëve shqiptar dhe se çdo pensionist në këtë rreth, në këtë qark, në Shqipëri, brenda 100 ditëve të para, nuk do ketë kur një pension ndën 200 euro. Do vendosi minimumin jetik. Do vendosi minimumin jetik. Prej 200 eurosh, i cili përmirëson gjendjen e 560.000 pensionistëve me pensione ndër 170 euro. Minimum jetik do jepet të gjithë shqiptarëve në ndihmë ekonomike, të gjithë të papunëve, të gjithë studentëve me bursë dhe fëmijëve me një prind. Pra, 100 ditë të para miq, ne nxjerrim shqiptarët nga varfëria e skajshme. Dhe jo vetëm kaq, por çdo shqiptari me rrogë të ulët ndër 500 euro apo 500 euro. Çdo pensionisti ne japim kartën e konsumatorit me të cilën ai do blej ushqimet dhe gjërat bazë 20% me lirë se tjertë, çfarë do thot do marrë në vit 450 euro kompensim për
taksën e vlerës shtuar që paguan kur blen ushqimet. Kjo kontratë nuk ka asnjë lidhje me zgjedhjen. Jo. Kjo kontratë ka një qëllim tjetër. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, paraqitjen e realitetit shqiptar me të gjithë problematikat e mëdha të tij pa administratë Shteteve të Bashkuara. Shikuesit e televizionit Skan, mirëmbrëma, takohemi së bashku tek kandidati. Ajo është psikologe klinike, besimtare myslimane dhe aktiviste kundër diskriminimit, tashmë dëshiron të jap kontributin e saj në politik për të mbrojtur kauzat për të cilat ka ngritur zërin deri më tani. Kam kënaqësi të kem të ftuar Edlira Dyrmishaj, kandidate e PS-s Qarku Tiranë, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Edlira, ke pasur një rrugtim të vështirë, nisur kjo edhe nga pamja jashtë, me duhet ta them, më saktë nga shamia apo nga besimi që ti ke. Mund ta tregosh pak më shumë lidhur me Edlirën për te këtij kandidimi? Si erdhi ky vendim për të vendosur shami? 16 vjeç, je adoleshente, zyrtarisht e papjekur. Dhe çfarë të bëri që të merre një vendim kaq të madh, apo nuk e shikoj si një vendim kaq të madh? Se fakti që je këtu sot, që ende nuk e ke hequr dhe nuk e bërë pishman, tregon që ka qenë një vendim i marrë dhe shumë i fuqishëm. Patjetër që e kam parë si një vendim shumë të madh. Mendoj që është një nga vendimet më të bukura që kam marrë në jetën time, për cilin në asnjë ditë nga ai moment deri sot, jo nuk jam bërë pishman, se është fjalë shumë e madhe, po nuk e kam menduar që do kishte qenë më mirë ndryshe, në asnjë moment nuk e kam menduar. Është një vendim që ka ardhur me shumë dashuri, me shumë forcë shpirtërore, ka ardhur përmes leximit, për kushtimin tim individual. Në atë kohë, familja ime nuk ishte një familje praktikante besimit islam, dua ta theksoj këtë pjesë. Kanë qenë momente copëza që unë i dëgjoja ndoshta nga jashtë familjes, të marra, kur them përmes leximit, përmes librave, po edhe pak diçka nga historia e parë në televizion, momente që mua më kanë ngelur edhe koma dhe sot, duke më ngritur për pyetje të rëndësishme. Dhe një nga ato ka qenë të shikoja se si besimtarët musliman falnin namazin, dhe kur kam parë besimtarët që ballen e vinin në tokë për të falur ndaj Zotit, kjo pyetje më ka bërë që pastaj unë të filloj gjithë rrugtimin e madh. Pse këta njerëz e vëjnë ballin në tokë? Ktu ka nisur gjithë rrugtimi im dhe kam kërkuar për t'i dhënë përgjigje vetes time. Familja jote ka qenë pro apo kundër? Kanë qenë kundër. Ka qenë kundër. Dhe përsëri ti nuk Babai im ka ndale. qenë kundër. Babai. Nëna ime më ka mbështetur, por sigurisht sfida ishte shumë e madhe dhe për te sfidave të mëdha unë jam prapë këtu sot. Edhe pse ishte një përplasje shumë e madhe institucionale, për te dëshirës madhe dhe emocionit, motivimit që mua më jepte besimi, unë u përballa me një situatë shumë të vështirë si për mua dhe për familjen time, që ishte përjashtimi nga gjimnazi, për shkak të veshjes time në atë kohë. Kjo nuk ishte e thjeshtë as pak. Dhe t'jem shumë e sinqert, për te faktit që i matë për këtë më paralajmëronte, jo se ai kishte diçka me besimin tim, apo me atë çka besimi mua më mësonte si njeri, kishte këtë merakun duke qenë prind, duke qenë edhe jurist dhe njifte mirë sistemin, po them në atë kohë. Për këtë më paralajmëronte, por unë me atë idealizmin e moshës nuk e besoja të them të vërtetën që gjëja mund të shkonte deri këtu. Shkoi, po mua nuk më zbrapsi, sepse isha shumë e bindur që një hap që unë e kisha hedhur me shumë pastërti. Për hir të Zotit, do ta gjente patjetër rrugën dhe lehtësimin për të e vërteta. Dhe familjarët e mi sigurisht që investuan në këtë drejtim, në kuptimin që kërkuan. Babai im duke qenë jurist, i shfletoi të gjitha ato hapësirat për gjetur që, okej, kushtetuta mbron të drejtën e ushtrimit besimit, atëherë prit të bëjmë bashkë të dyja rrugët. Ka qenë e vështirë, por ja kemi dalë. Sot, situata ka ndryshuar në shumë drejtime, edhe për faktin që ka një mekanizëm ligjor i cili mbron të gjitha format e diskriminimit, siç është institucioni i Komisionerit kundër diskriminimit, tek i cili dua të them
mund të adresohet kush do që e ndjen veten të cënuar në këtë drejtim. Dakor, por realiteti është pak më i vështirë. Ti sot je një psikologe klinike dhe je në karrierë. Fakti që sot je në karrierë, do të thotë që ky rrugtim jot me pengesa, duket që i ke sheshuar gjatë rrugës. Por, a e ke pasur ti më të vështirë se sa një vajzë normale, pra për shkak të zgjedhjes që ke bërë, atë janë mbyllur shumë dyer ku ke trokitur, a je ndjerë në disavantazh, a je ndjerë refuzuar? Unë mendoj që për gratë dhe për vajzat gjithmonë është pak më vështirë. Kulturalisht ne favorizojmë një palë, disfavorizojmë një palë tjetër. Për gjitha gratë dhe për gjitha vajzat, rruga karrierës është më shumë pengesa. Por kur je me shami, a është më vështirë? Shtoj kësaj dhe një shami, që në kuptimin ka paragjykime më shumë, ka disa stereotipe që duen përballur, pa diskutim, dhe unë mendoj që shoqëria shqiptare në gjithë këto vite ka bërë shumë përparime në të drejtim. Flasim për një kohor 25 vjet. Ti vetë ke ndjerë këto refuzime? Unë e kam ndjerë, pa diskutim. Dhe në tregun e punës? Dhe kjo më ka bërë që unë të luftoj akoma dhe më fort dhe të luftoj jo vetëm më për veten time, po të ngrej zërin dhe për ato gratë dhe vajza tjera si unë, të cilat mund të kishin një mekanizëm. Shiko, shumë interesant, kur ti shikon që aty ka një rrugë, dhe hajde thuaj vetes tënde jo nuk do shkelte ajo rrugë, ti shikon rrugën. Nuk mundesh të mos e hapësh atë rrugë dhe për tjerët. Kjo ka qenë projektimi im i brendshëm. Duket se je shumë luftarake dhe tashmë përmes platformës Deputeti që duam, ke guxuar të kandidosh, ti je pjesë, le të themi, e politikës, duke kandiduar për këto zgjedhje parlamentare. A dëshiron ti, a do ti të vendosësh një gur themeli të bësh histori në politikën shqiptare, duke qenë gruaja e parë me shami që ulet në karriget e parlamentit? Po. Po? Po, do të doja shumë. Pse? Do t'isha shumë nderuar t'isha një nga ato. T'isha ai personi që për herë të parë, sepse unë vi nga një histori përjashtimi, dhe jam këtu për të mos përjashtuar më askënd. Vi nga një histori përjashtimi dhe dua të jem zëri atyre që ndoshta nuk e kanë pasur një zë. Dhe të vish nga përjashtimi derës shkollës për shkak të shamisë dhe të ulesh në karriket ku hartohet ligji, ky është mesazhi më i madh që unë mund t'jap, të paktën për historinë time personale. Dhe kandidimi im, ose më saktë, shprehja e aspiratës time përmes platformës Deputeti që duam, në vetvete ishte një aspirat për të pasqyruar në një dimension shumë më të madh atë punë që unë në fakt e kisha bërë ndër vite, lidhur me gratë dhe vajzat besimtare, të cilat kanë sfidat e tyre patjetër në shoqëri, sidomos në edukim dhe në punësim, dhe doja që këtë mesazh ta përcjell në një nivel tjetër dhe në një dimension tjetër, aty ku bëhen ligjet dhe politikat për gjithë shoqërinë. Në këtë rast, a është shamia një simbol i përfshirjes, apo është një simbol apo sfidë kundër laicitetit që ka të parlamentit? Jo, nuk e kam parë si një sfidë kundër laicitetit parlamentit. Unë jam këtu për të bashkuar, jo për të ndarë. Unë jam këtu për të treguar që ka hapësira për t'ju dhënë vend njerëzve që bashkojnë. Dhe nëse ligjet nuk ju shërbejnë njerëzve, atëherë duhen parë ligjet. Po mendoj që laicitetin të rast është një element i cili duhet parë në një dimension tjetër. Prezenca ime në këtë kandidaturë është mjaftueshëm tregues që laicitet do të thotë që ne t'i pranojmë të gjithë pa anuar në asnjërin palë. Shumë e bukur. Sa e vështirë është për një grua muslimane, besimtare, që t'jetë pjesë e një kuvendi burrash, dua ta them burrash sepse është një kuvend që nuk fal, është një kuvend me sharje, me ofendime, ku nuk kursen as gratë, qofshin këto me shami apo pa shami. Unë mendoj që kultura jonë është ashtu dinamike dhe shumë e nxehtë në përgjithësi dhe për mua edhe ai kuvend është pasqyrimi i asaj që ne jemi si popull në ndërsi dhe nuk mendoj që ka ndonjë diferencë shumë të madhe. Patjetër që secili nga antarët aty në radhë të parë tregon kapacitetin që ka dhe nuk i trembem kësaj për një arsye, sepse në fund fare ti je aty për një qëllim, për një mision dhe je për të çuar atë misionin tënd atje ku duhet dhe nuk je për të marrë me asgjë tjetër përveç kësaj. Unë paktën kështu e shikoj.
Por do t'jesh pjesë ati ambienti, si do që tjetë. Disa fjalë dhe prime që ti nuk i cilin unë po toleron. luftoj për të shkuar. Dhe për ta ndryshuar ndoshta. Sepse dua t'jap mesazhin tim dhe dua të jap modelin tim dhe të bëj impaktin që unë mendoj që duhet të meritoj ky vend. A ka një pikë ku ndahet feja nga politika, pra një pikë që mund ta bëj rrugtimin tënd të vështirë në politikë, kufizime që mund të ketë një grua muslimane? Unë mendoj që prezenca ime këtu është politik. Dhe nuk mendoj që ka... Pra feja ime nuk më pengon mua të bëj politik, përkundra, zi më ndihmon që unë të shërbej njerëzve me integritet dhe me më shumë forcë. Pse ke zgjedhur Partinë Socialiste? Sepse është partia që pat e kun atë që jam dhe jo atë që dukem. Mendon që do përdoresh më shumë si imazh Absolutisht. I partisë për treguar që ka gjithë përfshirje? Jo, sepse nuk po të lejoj fare ta çosh deri në fund, sepse të gjithë ata që më njohin mua kanë të paktën një harë kohor 10 vjeçar që më njohin në publik. Dhe unë mendoj që kontributi secilit nga ne nuk fillon në momentin që ne ata shohim një organizatë politike, po këtë kontribut e kemi të shkruar aty në jetën tonë shoqërore dhe jam për t'i dhënë më shumë zë këtij lloji emisioni. A është e mundur që një grua me shami të përfaqësoj të gjitha gratë shqiptare, pavarësisht besimit të tyre, nëse janë muslimane, ortodokse, apo ateiste? Po, shumë interesant në fakt që në këtë fushatën time elektorale, e cila është ndoshta një risi, jo ndoshta, po është risi edhe për elektoratën shqiptar, shumë dashamirës dhe njerëz që më kanë përkrahur nuk janë specifikisht praktikant besimit musliman, apo të thuash që jashtëmi të paktën, se mund të jenë dhe të padukshëm, në kuptimin jo të gjitha gratë janë me shami, dhe unë kam pafund mikeshat mia që nuk mbajnë një shami, por ne kemi marrëdhënie të mrekullueshme. Do ishte e pamundur të them që një grua me shami apo një grua pa shami përfaqëson të gjitha gratë, por unë kam gjetur shumë gratë të cilat gjejnë veten tek rrugtimi im dhe tek vlerat që përfaqësoj. Nuk ka lidhje shamia si element marketingu këtu. Shamia ime është përfaqësimi i asaj që unë e kam si sistem vlerash të përditshmërisë time. Gjatë fushatës, ke hasur në një reagim që s'ka pëlqyer nga ata që nuk besojnë, le të themi, në fenë muslimane? Jo. Në asnjë moment. Mund të kem hasur reagime që vinë ndoshta në formën e mos dakordësisë me anën politike që unë kam, po jo me atë që unë jam si e lira, si besimtare. A ke frikë se mos politika do ta bëj pis besimin? Unë jam që besimin tim ta investoj aty ku njerëzit përfitojnë që është e politika. Sepse politikën e shikoj si një shërbim ndaj njerëzve, jo si një privilegj. Jam që ti shërbimi, ti fusim të shpirtin e besimit, për ta bërë atë më dobishëm për njerëzit. Çfarë diferencë, çfarë ndryshimi, më saktë, dëshiron të sjellësh ti në politikë, do të sjellësh ti në politikë? Modelin. Modelin që e gjithëpërfshirjes. Jo detyrimisht ajo. Unë mendoj që njeriu në jetë nuk mund të bëjë shumë gjëra, po që t'japësh një model i cili përfaqëson siguri, dinjitet, edhe gjithëpërfshirje, është diçka jo e vogël. T'japim një model, të lëm diçka mbrapa, të lëm një trashëgimi mbrapa, është diçka shumë e madhe, mendoj. Mendoj që pas rastit tënd do të ketë edhe më shumë gra... Do isha njeriu më i lumtur në botë, të shikoja që nesër, vajza ime ndoshta, të mendoj që nëse nëna ime arriti ta bënte këtë para X vitesh, pse mos ta provoj dhe unë. Mendon që ka pasur një vetë kufizim të grave të besimit musliman për të përfshirë më shumë në jetën publike? Po, besoj që po, sepse stereotipet janë shumë të forta. Për shkak të paragjykimeve? Sepse jo vetëm grave muslimane, mendoj që të gjitha grave në përgjithësi. Politika jo stereotipizohet, po është e ashpër, është terren i vështirë. Dhe për një grua gjithmonë është e vështirë që të guxoj ta mendoj që unë mund të dalë, ta deklaroj aspiratën time, që unë mund t'i jap shoqërisë. Mjafton ti është grua dhe ti e ke të vështirë ta guxosh me veten tënde këtë gjë, jo mund ta thuash me zot lart. Dhe nuk mendoj që këtu ka vend besimi. Është kultura jonë që është pak mbytëse dhe frustruese. Kështu që mendoj që kjo i shërben gjitha grave, nuk ka lidhje thjesht me gratë muslimane. Mendon se do kesh votat e gjithë muslimanëve në këtë zgjedhje apo do votojnë në bazë të logos? Shko, besimtarët janë njerëz
të cilët në përditshmërinë e tyre janë të investuar në drejtime ndryshme, në fushat ndryshme, në karriera të ndryshme, në lëmit ndryshme edhe në aspektin e dijeve dhe profesioneve, dhe sigurisht ka prej tyre që kanë bindje të djatha, ka prej tyre që kanë bindje të majta, por unë mendoj që besimtarët të këtë lira kanë një trashëgimi historike të shkruar ndër vite, të dëshmuar më saktë ta them ndër vite, dhe besoj që unë mendoj që do të më mbështesin për ato që jam, dhe kam bindjen që ata e din maturin dhe përkushtimin e lirës edhe në zgjedhjen që ka bërë pranë Partisë Socialiste. Falenderoj shumë. Falenderoj dhe unë për ftesën. E gjithë jeta e tij ka kaluar në fushat sportive dhe tashmë për të luajtur në një fushë tjetër, në atë të politikës. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Ilirian Alliu, kandidat i Partisë Demokratike për rrethin e Librazhit, pra Librazh Prenjas. Mirë se erdhe, është kënaqësi. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Dua të them faleminderit një herë sepse ne jemi dhe patriot në fakt, dhe për mua është një kënaqësi e dyfisht në këtë rast që mund të bëj një intervistë me një patriot. Ke një eksperiencë të gjatë me topin, do me thënë, e gjithë jeta juaj ka qenë një lojë, e thënë ndryshe. Lojë në sensin e profesionit që ke pasur. Si e përkufizon këtë rrugtim kaq të gjatë? Është më tepër se lojë, është lojë, është pasion, po lojë është për ata që e shikojnë, për ne që e lozim është profesion. Është pasion, është vullnet, është karakter, është dignitet, është forcë, është elegancë, është artë. Është futbolli përmbledh gjithçka, jo në kotë gjithë bota marroset pas tij. Si ka qenë kjo eksperiencë për të kaq shumë vjeçare me futbollin? Është një eksperiencë tashmë është ëndër, domethënë, është ka ikur, ka evoluar. Ajo që ka lënë është shija që kam, raportet miqësore, ato që ka brumosur të unë si karakter, se sportit forcon ndjenjen e punës në grup, sportit forcon karakterin, sportit të bën më të mirë, sportit të përmirëson vazhdueshëm nëse ke mendjen e duhur. Nëse do ta rikthej edhe një herë kasetën, shëritin e kasetës pas të atyre kasetave të dikurshme, se tani nuk ka as më kaseta, do bëhet diçka ndryshe në këtë profesion? Ka gjithmonë gjëra për të korrigjuar njeriu në jetë, por në momentin që unë ka marrë vendime në karrierën time në sport, ka qenë, në atë moment ka qenë mendimi më i mirë që më ka vajtur në mendje. Mbrapa nuk ka vlerë. Mbrapa nuk ka vlerë të rikthehesh. Mban titullin legjendë e futbollit shqiptar. Një titull shumë i madh në këndvështrimin tim. Si të bën të ndjehesh të? Më bën të ndjehemi për ullur, i angazhuar. Unë vazhdoj të jap një kontribut në sport përmes të qenit opinionist, le të themi, në disa emisione televizive. Është pasioni i jetës time, sigurisht nuk do ta lë kurrë. Është ajo që unë jam. Sigurisht është përgjegjësi e madhe të mbash mbi shpinë një titull kaq të madh. Është detyrë ta justifikosh dhe ta meritosh edhe me punën e përditshme, me sjelljen e përditshme. Nëse je legjend, duhet sillesh si i tillë. Ti a sillesh si i tillë? Jo, sillem me përulësi, me qetësi, me respekt për çdo tjetër që bën punë vetë mirë. A ka qenë vështirë për një djalë nga Librazhti, nga një qytet shumë i vogël, me mundësi të kufizuara, që të arrijë kaq shumë? Ka qenë e tmerrshme, jo e vështirë. E tmerrshme. Për vetë faktin se në periudhën që unë kam pas momentet e mia të para të karrierës, ende mentaliteti i njerëzve ishte shumë i prapsht, le të themi, i pa emancipuar, nuk mund ta perceptonin edhe miqë dhe kolegët mitë që të vish nga fshati, të bësh futbollist në qytet. Sakrifica pa fund, se do më duhej që në 6 mëngjesit bësha gati për në shkollë, po së bashku me çantën e shkollës edhe çantën e sportit, e kthehesha në orën 9 darkës shtëpi me autobusin e fundit. I bie 12 orë pa ndruar këpucët. Dhe përmes sakrificës dhe përmes objektivave njeriu arrin gjithçka. A ka qenë e vështirë, shumë e vështirë, po njeriu nëse
vendos objektiva për veten e vetë, s'ka gjë që s'arrihet. Ajo pjesë që jam krenar, po. Jam krenar për të vetmen arsye, jo për titullin për vete, po që dhe Librazhdi në këtë fushë të jetës shumë të rëndësishme, siç është sporti apo futbolli, ka emrat e tij tashmë në stendën e figurave kryesore të futbollit shqiptar. Dhe ky ishte një mesazh shumë i rëndësishëm për gjithë vajzat dhe djemtë e Librazhdit që mund të arrijnë pa limit pavarësisht se nga janë, jo dhe jo vetëm Librazhdit, por të gjithë Shqipërisë, le të themi. Nga fusha e Blert në arenën politike, çfarë ju shtyn? Gara. Shpirti garës, sigurisht. Që e ke kultivuar me futbollin. Gara, dashit nga pikpamja e organizimit familjar, unë i përkas një familje me origjinë të djathtë, jam i djathtë tradite, nuk jam i djathtë i viteve të fundit. Familja ime është e gjithë organizuar e djathtë, sigurisht dhe unë jam brëmosur me parimet që ka familja. Koha për të ndryshuar stil loje dhe për të futur në fushën e politikës, është tash edhe për shkak të asaj që padrejtësia më vret shumë. Rikuperimi i gjërave në interes të njerëzve të përmbush më shumë se çdo lloj gjëje tjetër. Edhe si jetojmë në momente të vështira, pa e futur pjesën e politikës nga të pjesë, jetojmë momente shumë të vështira, vendi është para udhkryqeve të mëdha. Shkalla e përgjegjësisë është zero. Njerëzit që duhet përgjigjen për jetën e qytetarëve dhe të banorëve të këtij vendi kanë filluar shpërndajnë vetëm batuta dhe meme, dhe nuk mund t'i lejohet një vendi që udhëheqësia e tij të jetë në këtë farë feje. Pa fijen e përgjegjësisë, pa marrë përsipër përgjegjësitë që i takon. Pa ti mendon që kjo gjë duhet të ndryshojë? Sigurisht. Më i vështirë topi në fush apo në politikë? Si e sheh? Do ta luash po njësoj? Sigurisht, me të njëjtin pasion, me të njëjtin vullnet, me të njëjtin ritëm për të arritur sukses. Është shumë e rëndësishme që në jetë njeriu mos humbasë ritmin. Sa e beson thënien që politika është sport i vështirë, të duket ty sport i vështirë? Ja, nuk është, politika është sport i vështirë për ata që s'kan bërë ndonjëherë sport. Për ata që vinë nga sporti është pjesë e jetës. Është pjesë e jetës. Por ndërkohë ju garoni në një zonë tradicionalisht të majtë. Unë kam lindur, jam rritur në Librazhd dhe gjithë jetën time dhe pasi kam ikur e mbaj mend një zonë të majtë. Sa e vështirë është të garosh në një zonë të tillë kur njerëzit janë të brumosur në mënyrë të tillë dhe sa janë shanset për të fituar? Pyetje që të bën ta mendosh pak përgjigjen, po gjithsesi. Dhe unë kam kohë të pres. Përgjigjen e ka. Është një zonë me një tendencë të majtë, por sigurisht që ka njerëz të mirë dhe vital. Sigurisht. Mund t'jesh i majtë, po të pranosh t'jesh i shtypur, është krejt ndryshe. Për këto 12 vite të fundit, ka çeduar demokracia në themel, në qeliz, në çdo arsye njerëzore, dhe unë gjykoj se ka ardhur momenti që është formsuar ideja që nuk po qeverrisen, po abuzohen. Qytetarët e vendit tim dhe tëndit do të reflektojnë në mënyrën e duhur, jam besim plot që me drejtimin e duhur dhe me besimin dhe ai që i drejton dhe ju udhëheq do të bëjnë rezultat fantastik. Këtu do jemi. Si e sheh, në fakt që qenë surprizë për primarët, unë nuk çuditem nga asnjë lloj rezultati, po si e sheh veten tënde në raport me rivalin tënd të Partisë Socialiste në Librazhd? Nuk kam rivalitet me kandidatë rival. Kam rivalitetin me qytetarët, me banorët e Librazhdit. Nuk i shoh majt as djathtë as thesa, si njerëz që kanë të drejtë jetojnë kushte më të mira. Si njerëz që janë pjesëtar të një shteti i cili duhet kujdeset që t'ju rregulloj jetën atje ku jetojnë dhe ashtu si duan. Kjo është detyra e shtetit. Ti ke një mesazh që dëshiron t'ja u japësh qytetarët e Librazhdit në këto prag zgjedhjesh? Kam një mesazh në bashkojuni programit
ambicios të Partisë Demokratike. Besojeni Ilirian Alliut të ndërtoj këtë punë si që ka ndërtuar karrierën e vetë. Votoni për veten tuaj, votoni për interesin tuaj dhe që nga ai moment është formësuar ndërgjegja që qytetari nëse je kundra interesave të tij të dënon. Gjëja më e mirë që do të bëni është votoni për veten tuaj, përmirësoni jetën tuaj, t'ju ndihmojmë edhe ne në përmirësimin e jetës gjithë vendit. Si do t'i përgjigjeshit ju, një qytetari në Librazh, që thotë që në kuvend kemi nevojë për jurist, për ekonomist, nuk kemi nevojë për ish futbollist, sepse në fund të ditës çfarë lidh një futbollist me politikën? Ka rëndësi formimi i individit, nuk ka rëndësi se nga çfarë fushë vjen. Ka rëndësi çfarë potenciali ke, çfarë raportesh ndërton me njerëzit, sa ti gjeneron energji pozitive që atyre të përmirësosh cilësinë e jetës. Nuk do të thotë ti jesh artist dhe je burr i mirë, zgarravinaxhie. Dakor, unë po flas vetëm për profesionin e futbollistit në këtë rast. Nga nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë, sepse çdo qytetar mbi 18 vjeç ka të drejtën të kandidojë, të zgjedhë dhe të zgjidhet në bazë të kushtetutës vendit, por ju them qytetarëve të Librazhdit, nëse për ta sporti është sport, për mua ka qenë profesion. Dhe një profesion që unë nuk kam toleruar asnjë ditë, po veç se e kam bërë mirë dhe me raste dhe shumë mirë. Çdo punë që marr përsipër ta bëj, jam pak detajist, o e bëj shkëlqyshëm, o nuk merrem fare. Nëse do ishte në një tryezë ku do t'ju duhet të zgjidhnit midis financimit të një stadiumi shumë të mirë në Librazh, se sa i modest që kemi, dhe një qendre shëndetësore, ju çfarë do zgjidhnit? Për kë do ta jepnit votën tuaj apo kë projekt do shtynit përpara? Faleminderit për pyetjen. Unë kam shëtitur këto kohë, po dhe 4 vitet e fundit, në cilat kam qenë dhe kryetari PD-s zonës, dhe Librazhdi ka nevoja më emergjente se sa fusha e futbollit sot. Cilat janë? Ka prioritetet tjera. Është katastrofike gjendja në cilën ndodhet Orenja. Është katastrofike gjendja në cilën ndodhet Luniku. Janë vende që edhe ju po të riktheheni, sot jetojnë si në mesjet, janë pa rrugë, pa drita, ende shtyllat e tensionit të energjisë elektrike janë prej druri dhe ka ende tela me gjema që shërbejnë si përcjellës elektrik deri në familjet e qytetarëve, është mesjet. Nuk e di sa përgjegjësi kanë ndjerë tjerët para apo paralel me mua për këtë situatë, po është katastrofike t'ju thush njerëzve për 20 vjet unë s'pata mundësi të bëj një rrugë nga rruga kryesore e Steblevës, që lidh Steblevën me Librazhdin, bësh një rrugë deri në Kostenj, apo të hysh nga Funarzi për të çuar një rrugë 6 kilometra deri në Orenjë, kjo pas ka qenë katastrofë e madhe. Ju mungon ujë i pishëm, ju mungojnë kanalet vaditse, janë emergjenca, sepse këto janë shkaqet në të cilat e çuan vendin shpopullim. Dhe për pak kohë, nëse vazhdohet kështu, ato vende do jenë të braktisura, jo të shpopulluara, dhe ti e di mirë se nga njëjta zonë je. Vajta një ditë fshatin tënd, ka ngel vetëm vilat e bukura të çunave të Londrës, edhe një grup me 30-40 individ të moshës tretë, që rrim pin kafe aty dhe s'kan një individ tjetër, fëmijë, gocë, mbes, që t'i çojë gotuj dhe shtëpia kur kanë nevojë. Librazhdi ka potenciale të mëdha nga burimet natyrore. Por burimet natyrore duan akses. Po i largove shërbimet njeriut, sigurisht njeriu nuk është kafshë, do largohet nga vendi. Këto janë pasojat që unë them që janë 1 milion shqiptarë jashtë shtetit të përzon nga qeveria me vullnet lirë. Nga 1 në 10, sa duhet të besojnë ty qytetarët e Librazhdit që do jesh aty për ata dhe me telefonin 24 në 24 më shumë se të mjekët të hapur? Është e qartë për qytetarët e Librazhdit
të shumë njerëz, pjesa më e madhe që më njohin, e din shumë mirë që unë edhe për 20 vitet e fundit, ose edhe 30 vitet e fundit, nga 7 ditë që ka java, unë 4 herë një javë flia dhe mamaja ime, kthehesha në Librazh. Edhe unë nuk jam darë kur nga jeta sociale e Librazhit, nga tavolinat e mira, nga shoqëria e mirë, nga njerëzit që punojnë atje dhe që i ikin kur kthehen një pres. Nuk jam darë një herë që të kem diferencë, kështu që nuk besoj se e kanë këtë dyshim. Nuk më thot do të njeri mua dje nga Tirana, nuk e bëjnë dot. Falenderoj shumë për intervistën.